Një grua kaloi pranë dyqaneve të Arit. U mahnit me ekspozimin e Arit që bënin artarët. Filloi të shikojnë djathtë dhe të majt, kurse fëmijën e saj të vogël po e mban përdore derisa gati e harroi komplet nga bukuria e Arit e cila po ekspozoheshte. Në moment, njëri prej dyerve të Arit ose artarit u hap duke i thënë: "Grua, ke 65 sekonda. Nëse dëshiron të marrësh diçka prej këtij dyqanit, merr çka të duash, për 65 sekonda mbyllet dera dhe gjithçka që mbyllet në të do të zhduket. Është ashtu e programuar." Zonja nuk i besoi. "Merr të lutem, po t'i jap 65 sekonda, por ki kujdes, në moment që mbyllet dera dhe më mbyllet dhe nuk ka hapje të derës, pra mos lër kur gjë nga gjërat të cilat ty të interesojnë." Hyri zonja brenda, fëmijën e saj përdore, po lën fëmijën në njërin qosh dhe filloi të marr ari duke shikuar ka pronari. Pronari nuk reagon. Dhe kjo fillon të mbush xhepat e saj, të mbush çantën e saj, të ngutet për shkak se sekondat po i bien. Dhe filloi të mbushet dhe të mbushet dhe të mbushet. Po i mbesin 5 sekondat e fundit. Flet një zë: "Merr çka duhet të marrësh me rëndësi se dera më nuk hapet edhe një herë." I mbushi duart e fundit, të cilët kishte shprazët, dhe kërceu jashtë derës që të mund të shpëtoj veten nga se mbyllet dera. Në moment u mbyll dera dhe gjithçka funksionoi bukur. Fillon zonja të mburret me arin që ka marrë me vete jashtë dyqanit dhe dyqani për më një herë u mbyll dhe nuk funksiononte në të, nuk kishte mundësi të hapet më. Ajo po numëron arin që ka marrë me vete dhe po bëhet për më një herë e lumtur nga se mori një pasuri të madhe. Në brenda disa minutave ju kujtua fëmija e saj. Fëmin nuk i kishte me vete dhe kuptoi se në qoshtë të dyqanit e harroi fëmijën. Filloi të piskas dhe të qaj, filloi të piskas dhe të lutet njeriu t'ia hap dyrën e dyqanit, por ajo ishte zhdukur gjithçka çka ishte brenda. Atëherë e kuptoi se duke vrapuar mbas arit, harroi fëmijën e saj. Atëherë kuptoi se, sikur kuptojmë ne, vetëm 65 sekonda në jetë i kemi, vetëm 65 vite në jetë. Duke vrapuar mbas dynjas, i harrojmë edhe fëmijët tanë. Disa prej tyre na zhduken në narkomani, të tjerët na zhduken në masat ndryshme dhe të tjerët na zhduken duke e humbur vetveten e tyre mbas dynjas. Ende më keq, një pjesë e gurbeçarëve tonë po i zhdukin fëmijët tanë duke vrapuar mbas dynjas dhe mbas arit të dynjas. I futim në një dyqan me të cilën mbyllet për gjithmonë dhe ma nuk i kemi këta fëmijë. Miq të dashur, ky është shembulli i dynjas edhe i personit i cili është në dynja që mundohet të marrë gjithçka dhe të lënë më të shtrenjtën aty. Një ditë mbyllet kjo dynja dhe përfundon gjithçka. Atëherë do të jetë vonë për me i kthy më të ëmbëlit dhe më të dashurit e zemrave tona. Keni kujdes, merrni aq sa ju duhet, por kujdesuni ndaj atyre të cilët i doni. Kudo që jeni, mbetëshit mirë, selame për ju. Assalamu alaikum wa rahmatullah.